Një jetë e dedikuar artit e mbushur me penelata dhe plot ngjyra ishte ajo e piktorit Skënder Kamberi, i cili është ndar nga jeta në moshën 87 vjeçare një ditë më parë. I lindur në Vlorë në 2 shkurt të vitit 1939, Skënder Kamberi mbaroi liceun artistik në vitin 1960 dhe më pas vazhdoi studimet në Institutin e Lartë Arteve, ku diplomua në vitin 1965. Në ato vite ai u kthye në vendlindje ku bashkë me piktorin Nestor Jonuzi dha një kontribut të veçantë në përhapjen e gjerë të pikturës në qytet. Piktori Skënder Kamberi konsiderohet si një prej piktorëve më të rëndësishëm shqiptar, në veprat e të cilit spikasin vlerat, dashuria për artin, njerëzit dhe qytetin e tij të dashur, Vlorën. Galeria Kombëtare e Arteve në koleksionin e saj mban disa punime të Skënder Kamberit, arti të cilit ka përceu kufit shtetëror. Piktori ka hapur një sër ekspozitash në Egjipt, Francë, Angli, Turqi, Itali dhe Greqi. Ndër veprat e tij veçojnë Demonstrata e Bukës 1971, një nga kompozimet më të njohura me temë historike, si dhe Fshati Kuç, pikturë impresioniste në vaj e fshatit. Ikja e Skënder Kamberit konsiderohet një humbje e madhe për kulturën kombëtare, për historinë e pikturës shqiptare dhe për të gjithë ata që e njohën dhe vlerësuan artin e tij. Skënder Kamberi ishte një krijues i palodhur, një kërkues i vazhdueshëm dhe një zë i veçantë që arriti të ndërtojë një gjuhë artistike dhe autentike, edhe në kohët më sfiduese. Me një krijimtari të jashtëzakonshme prej mbi 1400 veprash, Skënder Kamberi la pas një trashëgimi të pasur që përfshin kompozime monumentale, portrete, peizazhe dhe vepra me një forcë të rrallë shprehse. Në çdo periudhë të krijimtarisë së tij, nga realizmi socialist deri tek shprehjet më të lira pas viteve 90, Kamberi arriti të ruaj integritetin artistik dhe të sfidoi kufijtë e kohës, duke i dhënë artit shqiptar dimensione të reja.